Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçi për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi protestën e Sali Berishës, mbi një nga protestat e cila në fakt ka marrë vëmendjen kryesore ditën e sotme, por me sa duket pritshmëritë kanë zhgënjyer. Era e parë të paktën në atë se çfarë ne kemi parë në jetën politike të zotit Berisha, që një protestë mos kishte një pjesëmarrje masive. Duket se tashmë zoti Berisha nuk po përballet vetëm me nëntorin e ftohtë të drejtësisë, po përballet dhe me nëntorin e braktisjes së protestave të tij. Çfarë do të sjellë kjo situatë? A ka pasur një komplot brenda Partisë Demokratike për të lënë vetëm zotin Berisha në këto momente? A janë lodhur qytetarët? Si ka mundësi që zoti Berisha nuk ngret dot protestuesit, edhe pse qeveria Rama në fakt është e mbytur në korrupsion? Këto janë disa prej pyetjeve që ne shtrojmë si gazetarë dhe do të mundohemi t'i marrë përgjigje, dhe kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype një ish funksionar të Partisë Demokratike dhe tashmë në rolin e analistit Sidi Hasanaj. Sidi, përshëndetje. Përshëndetje Ermal, kënaqësi, faleminderit për ftesën. Sidi, faleminderit ju për kohën tuaj. Do doja ta nisja me njëherë. Si e pat protestën e zotit Berisha ditën e sotme? Atëherë, duke nisur nga personi politikani zoti Berisha dhe gjithë pjesa që ndiqte sot në bulevard, për fat të keq do ta quaja, unë shikoja një individ dhe një grup dhe një trup e cila ka prekur vdekjen e saj politike, por refuzon ta kuptoj dhe ta pranoj këtë realitet. Sot Partia Demokratike në drejtimin e Sali Berishës thjesht ka qenë një trup e cila kishte prekur vdekjen politike. Ajo që bëri zoti Berisha tashmë u kurorëzua pas 4 viteve. Lufta e tij niste pas 9 shtatorit të 2021-shit. Lufta e tij u kurorëzua me një Parti Demokratike, të cilën ai e rithemeloi sipas termit të tij, por në fakt ai e krijoi me, do thoja, me copa nga politikan kufomat kaluarës, që unë nuk e di a ishin sot apo jo, nuk e di a ishin Josefian Topalli apo jo, a ishin Zoto Moralizoti apo jo, nuk i di a ishin apo jo, pa është gazmen marrin me Gjekmarë kanë që qeshtin, po nuk e kuptova pse qeshtin. I krijoi me copa sloganesh nga e kaluara, me copa ideologjish, një pjesë brenda Partisë Demokratike në ato ditët e para të rithemelimit, më thonë za gjithmonë, thoshte se jemi parti ultrakonservatore, një pjesë thoshte një parti e moderuar liberale, e orientuar, një parti e cila ishte u krijua me disa edhe copëza sloganesh, siç ishin slogane groteske, Berisha është legjend, doktori dhe rezoni Tirana për 6 muaj. Copa u krijua kjo parti në gjithë aspektin e saj dhe përfundoi me humbjen e 6 bashkive në mars të 2022-shit, me humbjen e 98% të bashkive kryesore, përfshirë Shkodrën, Kuksin, Tropojën, që kanë qenë pasionet të saj në 2023-shin, me humbjen e zgjedhjeve në 11 maj dhe me humbjen e zgjedhjeve në mënyrë plebiscitare, as në korrekt në veriu, nuk do të këto me sa kam parë kërkuar këtë ditë në internet, me rezultate 75-80% për Partinë Socialiste në zgjedhjet e para një jave në 6 bashki të vendit. Ku duhet theksuar që rezultati që morën 6 bashki të vendit konvergon eksaktësisht me numrin e ulët të pjesëmarrësve që është sot. Sot Partia Demokratike kishte apo jo 100 njerëz në protestë, ndërkohë që Partia Demokratike para një jave ka marrë rreth 12% të votave në Vlorë, me një pjesëmarrje rreth 11% me një pjesëmarrje prej 12.5%. Pra ka marrë në shifra real, ka marrë një në 75 votues vlonjat. Një në 75 votues vlonjat që kanë dalë para 4 viteve të votojnë. Një në 75 votues ka dalë dhe ka votuar Partinë Demokratike. Ndërsa në qarkun e Beratit, në bashkinë e Beratit, ka marrë në numra votash, jo thjesht në përqindje, numër për pak arritën një shifrorin, pra 9.000 vota, 9.900, jo 10.000 vota. As në 97 nuk kanë marrë të rezultat. Kjo është pra fundi politik i një partie e cila
është tashmë e rithemeluar plotësisht nga një person I cili ka krijuar një organizëm që ende në errësirë dhe nuk e kupton. Domethënë që ka prekur fundin dhe përsërisë edhe një herë ka prekur fundin dhe vdekjen e tij politike. Sidi, në fakt, gjatë ditës sotme kanë qarkulluar një pamje ku kryetari I grupit parlamentar zoti Bardhi, vetë zoti Gjekmarka gjatë protestës kanë qenë të qeshur. Ka arsye pse duhet gëzuar deputetët e Partisë Demokratike, pse dështon zoti Berisha apo pse nuk kanë dot fuqi të mbledhin dot asnjëmi vetë shesh? Unë e kuptoj ku do ta kanalizosh pyetjen, domethënë unë nuk mendoj që ka teori, nuk I besoj teorive të konspiracionit, nuk mendoj që ka faktor as zoti Bardhi, as zoti Gjekmarka, që janë faktor qeshara grotesk, janë thjesht instrumenta të keq përdorur nga zoti Berisha, po as faktor të tjerë që mund të minojnë ose mund të sabotojnë protestën e zotit Berisha. Nuk mendoj fare që është kjo. Unë mendoj që ai trupi ai organizmi aty që ishte në sheshin në para kryeministrisë është një organizm që nuk e ka kuptuar që ka humbur shpirtin politik, pra ende ecën aty ende pa shpirt, pra çfarë do të thënë shpirt, është pa një ideologji politike, pa një frym politike dhe kur janë të pa, do të thënë në teorinë e ekzistencializmit Sartre do thoshte që këta kanë arritur, kjo është absurditet. Nëse duam të përkufizojmë absurditetin politik, është pikërisht kjo që pam sot. Pra absurditeti politik është kur ti endesh atje dhe je inkoshient për çfarë je aty. Dhe qesh, normal që do të qesh. Sepse nuk janë të ndërgjegjshëm për situatën që gjendet vendi, nuk janë të ndërgjegjshëm për situatën që e kanë çuar Partinë Demokratike. Dhe I vetmi që aty është I ndërgjegjshëm dhe pra atë sot është pikë reflektimi shumë e madhe zoti Berisha. Pra unë dua të bëj një pyetje publike zoti Berisha. Por çfarë arrite? Çfarë e bëre gjithë të betejë 4 vjeçare që shkatarrove fare Partinë Demokratike? Po pse? More amnisti penale? Nuk more më zot. Tashmë je në bankën në të akuzuarve të Spakut për 21 janarin, është klubi Partizani, do të hapen edhe çështje të tjera, po je për çështjen e çështjeve për Gërdecin. Për 21 janarit, nuk more asnjë amnisti. Për çfarë bëre më zot? Përkundrazi, sot ke një parti politike dhe që sido që të ishte në 2021 do të kishte një lloj pa diskutim për krajë ndaj teje. Pavarësisht se ti mund të ishe në një situatë enklave jashtme, do të ishte I pezulluar nga grupi parlamentar, po ajo do ishte një parti e fortë. Mund të ishte në pushtet sot. Ku je sot më zot? Sot është për të bërë pyetja pse dhe ku jemi sot gjithë opinioni publik me Blendi Fevziun, me Andi Bushatin, me Ylli Rakipin, me të Arion Sullo, Antona Bileka, gjithë analistët e oborit të Berishës, që në emër të opozitarizmit, këto 4 vite kanë mbrojtur kauzën e Sali Berishës dhe të Ilir Metës. Ku jemi sot? Pse bë ditën? Kush është opozita e shqitur sot? Ishte Basha opozita e shqitur. Po mirë, ka moment më kritik sot vetëm, do të thënë sot ka një paradoks për mua në pozicionin tim, se sot është momenti më vulnerabël që unë mund ta godas zotin Berisha, që unë mund të bëj edhe humor, edhe shaka tallse me Partinë Demokratike, të drejtuar për ti, por nuk e bëj dot se është momenti më dramatik edhe për çdo opozitar, dhe në rast ajo që prevalon është për opozitarizmin në këtë situatë që jemi. Nuk është se jemi në një situatë normale. Tani ka sot për gjithë ata emra të përveçëm që unë I përmenda më përpara, jo se kam diçka personale me këta emra të përveçëm, po sepse këta ishin si flamurtarët kryesor të opinionit publik, të opinionbërjes në opinionin publik, si flamurtarët e interesit të opozitarizmit. Këta e mbajtën, këta e ndriçonin në thonjza opinionin publik, votuesin shqiptar se kush ishte opozitarizmi, kush ishte trajektoria, dinamika që duhet të ndiqte nga 2021 deri më sot. Kam sot kush është opozita që I shërben Ramës sot. Do të thënë, pse do duhej mbas skandalit të Belinda Ballukut, që janë skandalet më të jashtëzakonshme, si ai për 50 milionë euro për tunelin Llogoras, si skandali që është 75 milionë euro mos gaboj, vetëm abuzime, për të folur në kompleksitet, për aeroportin e Vlorës, që kanë përsërit njëjtin emër, Belinda Balluku. Pse sot do duhej që Partia Demokratike në vend që ta shkatronte Partinë Socialiste dhe qeverisjen, sot Partia Demokratike në këtë ditë I jep
e bën më të fortë Partitë Socialiste. Sot Edi Rama ishte në Bruksel duke ndarë vera me Marta Kross, me komisionerin e zgjerimit Bashkimit Evropian. Sali Berisha sapo del nga dera e Spakut për klubin Partizani, në xhep ka letrën për të premten për 21 janarin dhe në darkë bën për të qeshur dhe jep karburant politik Taulant Ballos, i thotë unë ka ishë njerëz i kam edhe në përkrushi, jo më për të. Kjo është pyetja. Po, kur do? Ku janë këta? Ku janë këta njerëz që sot që kërkonin opozitarizmin? Kush e ka fajin sot për këtë? Sot i kanë gjithçka. Si, për shembull, disa prej tyre thonë që qytetarët kanë frikë se ky është një regjim, vetëm Sali Berisha mund t'i dali për zot. Duhet në qëndrosh pak të kjo protest në fakt. Pse dhe qytetarët nuk po i afrohen? Çfarë po ndodh? Jo, kjo teoria që po del tani që Berisha po tenton të çojë popullin, se populli është i fjetur fajin e ka qytetari dhe Berisha po tenton të çojë qytetari, nuk është e kundërta, që Berisha nuk ngjall frikë qytetari. Tani ka dalë teza e re, domethënë është ajo vazhdimi i absurditetit. Edhe po e kuptojmë që duhet merremi me çdo gur që budallet e ri në lumë. Po e jep në mënyrë metaforike. Dhe japin dhe shembull, fakt, unë e kuptoja që sot që kur dëgjoja përfaqësuesit politik të PD-s jepin shembull të Serbisë, edhe thoshin që ne do të ngjallim shpresën dhe atë nervin e reagimit të qytetarëve që është në Serbi ose në vende të tjera, që ka diktaturë. Nuk është e vërtetë fare. Në Shqipëri nuk ka frikë ndaj qeverisë. Nëse në Shqipëri do kishte, dhe kjo është fakt. Kush është evidenca për këtë fakt? Evidenca për këtë fakt është që në 6 bashkitë e vendit me fytyra Vlora dhe Fieri që janë bastionet më të mëdha të Partisë Socialiste, me gjithë investimin e madh që është bërë nga Partia Socialiste në këto 13 vjet, me gjithë qoftë edhe patronazhimin që i bën Partia Socialiste, pjesëmarrja ishte katastrofike për Partinë Socialiste. Dhe duhet thënë që sot vërtet Partia Demokratike ka prekur vdekjen e saj politike dhe u vërtetua edhe me këtë pjesëmarrje kaq të ulët, po nëse sot Edi Rama do thëliste një sa i nuk flet protest, ai flet thret manifestime. Një manifestim për të festuar ose dëgjon për çdo lloj arsye për mbylljen e kapitujve të çelën e negociatave të Bashkimit Evropian, po kaq pjesëmarrës do kishte Edi Rama. Base mund kishte pak më shumë se do i kishte marrë me zor me atë listën e mungesave të administratës, po me vullnet të lirë, po kaq pjesëmarrës do kishte Edi Rama. Nuk jemi në një narkodiktaturë, në kuptimin që ka vrarë hapësirën e lirisë në shoqërinë civile. Jo, absolutisht. Nëse do ishin të atill, do shkonin për të votuar, siç kanë pa të shkuar dikur njerëzit. Nuk është kjo fakti. Fakti është që sot kushdo mund të flasë kundër qeverisë, por nuk kanalizohet asnjëherë në karburant politik për opozitën. Në këtë ekuacion problemi qëndron te opozita. Prandaj ne që kemi bërë gjithë këto 4 vite betejë për opozitën, na quanin opozita e opozitës, në fakt opozita e opozitës jo si trup politik, por si koncept ideor, ka qenë Sali Berisha. Ai ka qenë opozita e konceptit të opozitës, se krijoi një opozitë sterile, një opozitë të mefsht, një opozitë të vdekur, e cila ekziston vetëm për një arsye, për të mos pushuar se ekzistuari. Pra ekziston vetëm për reminiscencat kaluarës, vetëm nga frika, arsyeja pse ata dalin aty dhe qëndrojnë së bashku, është vetëm frika se mos zhduken si entitet politik. Është vetëm frika se mos po themi spostohen në arresën dhe në errësirën e arresës së librit të historisë politike të Shqipërisë. Dhe pastaj kanë dhe frikën e dytë që është derivati i kësaj arrese, që mos drejtësia do i godasi edhe më fort. Po nuk e kuptojnë që dhe betejën me drejtësinë e kanë të humbur, e kanë humbur tashmë. Dhe nuk e kuptojnë as tjetrën që kanë humbur dhe betejën me qytetarët, me demokratët. Sot fakti që nuk dalin demokratët në shesh, dhe demokratët për që vërtetës nuk kanë dalë asnjëherë në mënyrë masive këto 4 vite, por sot preku pikën e fundit, më keq se kaq nuk ka. Sot fakti është jo se kanë frikë nga Tirana, por se deri dje, i themi gjëra siç janë. Deri dje nëse dilin disa, më thonë ta qendrështarë, se kishin një iluzion, shiftin një dritë në fund tuneli dhe thoshin ne do bëhet shëndimi e milion. Këtu dhe do të marrim një kosk nesër nga pushteti i zotit Berisha.
sot nuk e mendon njeri fare që mund të ketë një pushtet në një të ardhme sa do të largët të PD-s të Berisha. Dhe nuk ka më motiv për të dalë në protestat e thirrura nga kjo opozitë. Sot ka shumë motive, më shumë se sa kur, për të dalë në protestë kundër Edi Ramës, por nuk ka asnjë motiv, gjithmonë balancohen këto. Nuk ka asnjë motiv për të dalë në krah të Sali Berishës. Kjo është problemi. Ka lidhje me frikën fare, ishte për frikë, qytetarët dilnin, protestonin, dilnin në votime, më jepnin vot plebiscitare Partisë Socialiste. Qytetarët nuk reagonin me urrëtie dhe me revoltë jashtëzakonshme në rrjetet sociale për Belinda Balluku, për Jon Velin, për Taulan Ballon, për Edi Ramën. Qytetarët nuk dilnin për anketime dhe sondazhe në masivitet pro spakut, pro drejtësisë. Po të ishte ashtu do ishin të trembur. Qytetarët kanë një revoltë, është një revoltë e heshtur, po e cila nuk ka një valvur që nuk e le të shpërthejë, që është pikërisht Sali Berisha. Në fakt, Sidi, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, çfarë pritet të ndodhi? Për shkak se tashmë duket që zoti Berisha ka palajmëruar një foltore 2. A e shikon të mundshme dhe a e shikon fuqinë e zotit Berisha për të nisë si foltore 2, njësoj si foltoria 1 e cila në fakt e goditi Partinë Demokratike që në atë kohë drejtohej nga zoti Basha, sot çfarë pritet të ndodhë? Në zgjedhjet lokale ata oqëndor, tashmë pritet një lëvizje foltore 2 dhe... E para, ata nuk oqëndor nga zgjedhjet lokale, ata morën pjesë në zgjedhjet lokale dhe thyen turin në mënyrë turpëruese. E dyta, foltoria e parë pati sukses për një arsye, për 2 arsye. Sepse shumë njerëz, që më thash në fillim, ishin sobza kufomash, disa të historisë të dikushme Partisë Demokratike, disa ideologjive të vjetra të Partisë Demokratike, disa sloganeve dhe miteve të vjetra të Partisë Demokratike, u bën një mishmash bashkë dhe e kishin të qartë që mund ta mundin zotin Basha dhe prandaj u afruan aty. Ishin njerëz që kishin pjesë ishte një kaluar jo e lavdishme, jo fisnike, jo e por arbute egër dhe e Partisë Demokratike, e cila gjeti momentin e saj për t'u akmarrur me Lulzim Bashën dhe me kohën. Në të momentin të vriste kohën dhe donte të rikthej, të ndronte rendin në logjik të gjërave, që ka rotacion dhe që ka gjithmonë përparim, progres. E dyta, rithemelimi, foltoria parë u financua nga oligarkët, nga zoti Berisha, nga një biznesmen, nga vetë qeveria, sepse e dinte që mund të Lulzim Bashën dhe i shërbente një funksioni ekonomiko-politik, që ishte kjo që shtop. Ishte një foltore që do ishte Partia Demokratike dhe do i cimentonte pushtetin e Edi Ramës. Ishte një investim ajo foltore për Edi Ramën dhe për oligarkët. Sepse ishte investim, sepse investuan në status quo e tyre. Sot nuk kemi më në këto kushte. Sot s'kam më tani, nuk do vinë as demokrat të idealist të varfër, as oligark të pasur, për të fushizuar Sali Berishën që të mundi Edi Ramën. Kemi fare në ato kushte, jemi në kushte totalisht të tjera. Sot është realitet, ajo ishte tjetër gjë. Pra, ajo që do ndodhi tani është që zoti Berisha do fillojë do thirret çdo javë në tashmë e ka 2 herë në muaj, do t'i vej edhe 2 herë të tjera, 4 herë në muaj do thirritet në SPAK, 2 herë për 21 janarin, 2 herë për Kryeën Partizani. Do merret i pandehur, Partia Demokratike do rrisi brutalitetin e termave të saj, por do ulet totalisht në numra. Dhe do është një opozit inekzistente. Dhe do vazhdoj me teorit pasaj në televizione, do mbarë me karburant me teorit që fajnë e ka qytetarët që i është vrarë nervi i reagimit ose kanë frikë. Në fakt është as njëra, as tjetra. Sidi, shikon një moment të vështirë për opozitën në Shqipëri, duket sikur tashmë i vetmi njeri që e drejton vendin është Edi Rama, opozit nuk ka, partitë e reja u shuan më shpejt, aktorët cilët kanë mbajtur qëndrime të forta politike janë sfumuar politikisht? Ermal, sot do me dhenë më dramatikja fare, për mendimin tim, më shumë edhe sa pjesëmarrja e ullët, ishte fjalimi përmbyllës i deputetit Besat Xhaferi, i cili tha lideri Sali Berisha do ta rrëzojë narkoshtetin siç ka bërë më përpara dhe
do t'ju ftojmë përsëri tha në protestat e ardhshme, në fitore të tjera si kjo e sotmja. Domethënë, për të dhënë përgjigje pyetjes tënde, e kupton çfarë politikanësh kemi të bëjmë sot? E kupton se me çfarë po them mendimi politik kemi të bëjmë sot? Me njerëz totalisht pashqyrkurizore, çfarë ka thënë javën e kaluar nuk e thotë sot, dhe me njerëz që këtë disfat kaq të madhe të sotme e shikojnë me sytë e servilizmit, me optikën e servilizmit si triumf. Dhe këtu kam prekur fundi, për t'i dhënë përgjigje pyetjes tënde, nuk ka ku drej më keq se sa kaq. Unë nuk e mendoj se jo se nuk shkojnë dot, po nuk kanë më hapësirë, se tjetër për ata mund shkojnë më keq se sa kaq. Po nuk ka më hapësirë minusi që ka prekur zoti Berisha, është zhytur deri në fund. Nuk ka ku të shkojë më keq se kaq. Dhe me opozitën shqiptare unë mendoj që do ketë vetëm më mirë tashmë. Pa diskutim që do ketë konflikte, dialektika të brendshme, se mes kujt aktorëve, mes atyre aktorëve që kanë ditë të distancuar nga zoti Berisha në këto 4 vjet. Pra nëse njerëz edhe të ishin të rinj në moshë, si zoti Besar Xhaferi ose të tjerë deputet, i qëndruan Berishës, qoftë ata që kanë parti të reja, si Agon Sheaj, që 4 vite rresht qëndroi në grupin parlamentar, ishte pjesë e Partisë Demokratike, ishte njeriu Sali Berishës, ishte një nga njerëzit që thonë Sali Berishën në pushtet pas 2021-shit, pra në pushtet brenda Partisë Demokratike, të gjithë ata deputet, zoti Berisha i merr me vete tashmë. Problemi qëndron që do gjetur modalitetet e reja, dhe kjo për mendimin tim nuk bëhet për arsye vetëm se mungon ai politikani me talentin politik për ta realizuar, vetëm për këtë arsye. Ky element nuk mungon pra ta bëjmë vetëm demokrati me demokrati brenda vetes, brenda familjes, por mendoj që një forcë nga jashtë, që gjykoj që do jetë një forcë e cila nuk është se është imagjinatën time, por është e njëjta forcë që po bën të mundur marrjen, ecjen me shpejtësi të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo nuk është absolutisht merit e Edi Ramës, përkundrazi. Raporti që ka Edi Rama me Bashkimin Evropian është vjedhja e fondeve të IPARD-it, të cilat janë bllokuar. Kaq ka raport Edi Rama me IPARD-in. Raport institucional, pastaj raport për të bërë portokalli live me Giorgia Meloni ose me Marta Krofin, ato pastaj i bën shumë mirë, ato s'kan lidhje, s'kan produkt politik. Edhe njëta forcë që po bën që po bën përpara progresin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e njëjta forcë që po e bën progresin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëpërmjet drejtësisë dhe SPAK-ut, duke goditur klasën politike dhe mbi të gjitha Partitë Socialiste. E njëjta forcë, gjykoj unë, nuk është se duke bërë një gjueti shtrigash, por ka një plan afatgjatë, të qartë për Shqipërinë. Dhe mendoj që zgjidhja do jetë një qeveri teknike, PSPD, një qeveri e gjatë, por kur them PSPD jo me figura politike të aktuale të parlamentit, por kur them PSPD do me thënë e koalicion të gjerë, jo në atë ndarjen në kampet politike, se me militantëve, por do jetë një gjithë përfshirëse, edhe e cila do bëjë të mundur reformat e vështira për të shkuar në Bashkimin Evropian deri në vitin 2028. Reforma që kanë të bëjnë me çmontimin e oligarkive, me lirinë që do t'i dhënë reformës drejtësisë dhe SPAK-ut, dhe me reformën për shtetin, që ka të bëjë me kushtetutën, me kodin zgjedhor dhe me reformën vendore. Në fakt, Sidi, do doja t'ju bëja edhe një pyetje që lidhet përsëri me problematikat. Duket se kryeministri Rama në asnjë moment nuk po e lë zonjën Balluku, të paktën edhe pse asaj është komunikuar akuza ndaj SPAK, duket se kryeministri Rama po e mban krah për krah, po e promovon, por i jep gjithë pushtetin e mundshëm politik. Ditën e sotme gjithashtu pam që një përfaqësues i lartë i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka takuar përsëri zotin Domani. Çfarë mund të thuash për këto dy ngjarje njëkohësisht, të cilat duket se po vazhdojnë në këtë politikën tonë, ndryshe flasin politikanët shqiptarë, ndryshe flasin dhe aktorët e SPAK-ut? Normal, çfarë pozicioni ka zonja Balluku? Është zëvendës kryeministre. Do me thënë është zëvendësja e zotit Edi Rama. Nuk mund ta lëshojë Edi Rama zëvendësin e tij. Nuk është një deputet më shumë, nuk është një kryetar bashkie më shumë. Është zëvendësja e tij. Kur bie Edi Rama, Belinda Balluku ka rënë Edi Rama. Kur shkon Belinda Balluku në SPAK ka shkuar Edi Rama. De facto.
kur merret e pandehur dhe ngrihen akuza për Belinda Ballukun, janë ngritur akuza për Edi Ramën. Dhe nuk dohet e largë dita që Edi Rama të merret i pandehur dhe paraqiten në SPAK. Ndërsa mesazhi që sot përsëri erdhi nga Shtetet e Bashkuara duke refuzuar për të takuar me përfaqësuesit e qeverisë, por duke takuar vetëm Martin Dumanin, i rikthehet asaj, të falenderoj dhe për pyetjen, i rikthehet asaj tezës që unë thash më përpara, që ajo forcë e cila po bën të mundur progresin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po bën të mundur demontimin e klasës politike duke goditur si qeverinë si pjesën e vjetër të opozitës, Berishën Metën, po mbi gjitha qeverinë këto muajt e fundit, që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo forcë politike e ka të qartë rrugtimin që duhet ndjekë Shqipëria, dhe siç ka thënë Fishta i madh, dielli i Shqipërisë lind në perëndim dhe dielli i Shqipërisë dhe i demokratëve lind në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë gjykoj që do vazhdojmë edhe më e fortë për kraja për SPAK-un. Pse do vazhdoj edhe më e fortë për kraja për SPAK-un? Po sepse SPAK-u betejën më të fortë e ka bërë tashmë, për sa i përket betejën politike. Betejë ti ligjore në tani. Po betejë politike më të fortë e ka bërë, i ka thyer të paprekshmit. Përfshi dhe Edi Ramën në gjykim. I ka të paprekshëm. Nuk ka më të paprekshëm. Jo, i ka thirrur gjithë. Domethënë unë mendoj që dhe Edi Ramën base për 2 javë, 3 javë, do thirret në SPAK, do thirret si person në DNI për 21 janari, po kjo është thyrja e akullit. Dhe për të, dhe ai do shkoj tashmë dhe do thyet abuja. Dhe ai do jetë prezant gjithmonë pastaj në SPAK, dhe ai një pacient i SPAK. E kuptoj. Si di? SPAK-u e ka pra dhe pse do të dhe më e madhe pa ajo se mbështetja për SPAK-un. Pikërisht pra se tani SPAK-u e theu gardin dhe hyri te po them ajo këneta e politikës. Tani SPAK-u duhet bëj gjë të histerigash në kënet, por duhet të bëj me fakte, duhet të bëj goditje sa më të eficiente dhe sa më të shpejta, sepse nuk mund të vonohet pafund. Pra ne jemi ende duke marrë me 21 janari, ndërkohë që është turp që nuk po mbyllet çështja e tunelit Llogoras, e inceneratorëve, e PSD-s e të tjera skandale, siç aeroportit, skandali mbi vendosje skandali dhe është gjyna dhe është turp dhe është mëkat për drejtësinë që mos t'i japi goditje finale këtyre aferave. Sidi, dhe një pyetje të fundit para se të largoheni. Mendoni që me largimin e Dumanit do të vazhdoj po me njëjtin ritëm SPAK-u, apo do të ketë një ndryshim në qasjen që do të ketë ndaj politikës, sepse dhe zoti Meta, dhe zoti Rama, dhe zoti Berisha e kanë shënjestruar zotin Dumani gjatë gjithë kohës. Mendoni që do të ketë një ndryshim, apo do të vazhdoj SPAK-u do të godasi më fort? Unë mendoj që SPAK-u do vazhdoj të godasë njësoj, mbas edhe më fort, dhe zoti Dumani është thjesht një model inspirimi për prokurorët pasus që do e ndjeki. Është thjesht një model inspirimi që ata ka një, po themi, një pik kulminore në karrierën e tyre nëse ndjekin hapat e tij. Dhe pa diskutim që njeriu është qenie që ka nevojë për vetë vlerësim, vetë realizim, se do ta ndjekin atë pik kulminore dhe atë model të Dumani. Nuk mendoj, domethënë se prokurorët mjafton që për mendimin tim nga vetmja gjë që ka garanci është mjafton për krahja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kur zoti Donald Trump dha urdhrin për të zbuluar fondet e USAID-it, ku prekej edhe organi i drejtësisë SPAK dhe gjë, ishte nga të parat brenda pak javëve në gjithë globin, ishte nga të parat institucione të cilëve ju lirua dhe u rifinancuan fondet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, për kraja nga administrata e re amerikane për SPAK-un, nuk bazohet te një emër i përveçëm të atin Dumani, po bazohet te misioni dhe te monitorimi i madh që ka nga trupa amerikane. Sidi, unë do t'ju falenderoja shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj bisede, dhe pse pak e shkurtër, por edhe për shkak të agjendës tuaj, unë të falenderoj shumë edhe natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Të dashur miq, duke falenderuar se cilin prej jush që na ndjek këtu në Antena Televizion, duke falenderuar se cilin prej jush që na ndjek, klikon, bën subscribe, regjistrohet, ne do të mundohemi në fakt jemi mbi informacione dhe ngjarje më të fundit
që lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik, por jo vetëm. Mos u largoni nga antena, mos u largoni nga emisionet qoftë pa emër, qoftë sinjal, dhe nga unë Ermal Peçi, natën e mirë dhe mirupafshim.